E nderuara Presidente e Republikës së Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, i nderuari Presidenti i Republikës së Shqipërisë, zoti Bajram Begaj, mirë se keni ardhur në Kosovë, të nderuar deputet, të zgjedhur të popullit, i nderuar Kryeministër i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, të nderuara familje të dëshmorëve, i dashuri Baca Arifat, të nderuar zëvendës kryeministra dhe ministra të kabinetit qeveritar, drejtuese përfaqësues të institucioneve tona shtetërore, shkëlqësi ambasador dhe miq ndërkombëtar, delegacioni deputetëve nga Britania e Madhe, deputete Alisha Kërns, delegacioni Arbresh, përfaqësues nga Garda Jovas SBA, mysafir që keni ardhur nga gjitha hapësirat e popullit shqiptar, posaçërisht për qenë sot me ne në këtë ditë të veçantë për Kosovën dhe qytetarët tanë, të dashur mërgjimtar, të nderuar pris fetar, të dashur qytetar të Republikës së Kosovës. Zonja dhe zotrinj, mirë se keni ardhur në seancën solemne të Kuvendit të Republikës së Kosovës me rastin e kremtimit të 18 vjetorit të shpalljes së pavarësisë së Republikës së Kosovës. Dhe tani po e intonojmë himnin dhe të gjithë ngritemi në këmbë. Të nderuar të pranishëm, ftoj Presidentën e Republikës së Kosovës, zonjën Vjosa Osmani Sadriu, për një fjalë rasti. Zonja Presidente. I nderuar President Begaj, i nderuar Kryetare Kuvendit zonja Haxhiu, i nderuar Kryeministër Kurti dhe antar të kabinetit qeveritar, shumë i dashur Baca Arifat, të nderuar deputet të Kuvendit të Kosovës, të nderuar përfaqësues diplomatik të shteteve mike, ish president e ish kryeministra, nderuar familje Rugova, familje Jashari, familje të dëshmorëve, përfaqësues të institucioneve të sigurisë, pris fetar të vendit tonë, shumë të nderuar mysafir nga Garda e Iowa, nga Anglia dhe nga shtetet të ndryshme të vendit tonë, shumë të dashur qytetar të Republikës sonë. 18 vjet më parë, Kosova u ngrit nga vuajtja në dinjitet, e nga rezistenca në shtetësi, duke dëshmuar kështu se liria e fituar me sakrificë është e përjetshme. 18 vjet më parë, Kosova u shpall shtet i lirë, i pavarur dhe sovran, duke i dhënë fund një udhëtimi të gjatë e të dhimbshëm, por edhe duke hapur një kapitull të ri të historisë sonë kombëtare. Pavarësia e Kosovës u fitua me mund, me gjak, me sakrificë dhe me durim shekullor. Ajo u ndërtua nga ata që u persekutuan, u burgosën, u dëbuan, u luftuan, por asnjëherë nuk u nënshtruan. Sot me respektin më të thellë, përulemi para kujtimit të gjitha atyre burrave e grave që ranë për këtë ditë në mënyrë që Kosova të jetë republikë. Në themelet e shtetit tonë qëndron vizioni i presidentit historik Dr. Ibrahim Rugova, arkitektit të pavarësisë së Republikës sonë. Me mençuri, durim,
vizion dhe një besim të palëkundur në lirinë dhe dinjitetin e popullit ton, ai udhëhoqi Kosovën në kohët më të rënda, duke i dhënë kauzës son legjitimitet e mbështetje ndërkombëtare, si dhe shpresë të brendshme. Historia jonë mëtej është brumosur në periudhën e luftës për liri. Ajo mban emrin e komandantit legjendar Adem Jashari, familjes së tij heroike dhe të gjithë burrave e grave të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. UÇK-ja është ideali më i madh që ka ndërtuar shqiptarët ndërshekuj. Ajo është zemra e rezistencës sonë kombëtare dhe përgjigjja e një populli të shtypur ndaj një regjimi gjenocidal. Kjo luftë ishte gjithnjë e drejtë, gjithnjë e pastër dhe gjithnjë e domosdoshme. Çdo përpjekje për ta njollosur atë, për ta relativizuar apo për ta barazuar viktimën me agresorin është jo vetëm e padrejtë, por edhe historikisht e pavërtetë dhe tërësisht e papranueshme. Krerët e ushtrisë çlirimtare të Kosovës që sot gjenden në Hag, së bashku me mijëra luftëtarë të tjerë dhe me mbështetjen e palëkundur të popullit të Kosovës, u ngritën për liri, për dinjitet dhe për të drejtën e patjetërsueshme për të jetuar të lirë në atë dheun e tyre. Prandaj çdo përpjekje për ta barazuar luftën tonë çlirimtare me krimet e regjimit gjenocidal të Serbisë, jo vetëm që e minon drejtësinë, por dëmton rënd edhe themelet e paqes afatgjatë në rajonin tonë. Lufta e UÇK-s ishte shtylla jonë më e fuqishme e rezistencës dhe e shpresës. Kjo e vërtet historike është themel i shtetit tonë dhe nuk mund të zhbëhet nga asnjë përpjekje për rishkrim apo deformim të historisë. Sot më shumë se kurrë e kemi për detyrë të qëndrojmë së bashku. Asnjë dallim i yni i së kaluarës apo i së tashmës nuk guxon të jetë pengesë në unitetin ton në mbrojtje të luftës sonë çlirimtare, sepse kështu ne e mbrojmë pastërtinë e lirisë